Dasma Shqiptare 2017 prezanton. Jam një vajzë 30 vjeçe. Prindrit e mi kanë emigruar në Gjermani shumë vite më parë, kështu që unë kam lindur dhe jam rritur atje. E dua shumë natyrën, por sa herë që vinim në Shqipëri për pushime, e kalonim të gjithë kohën në shtëpinë tonë në Tiranë. Për mua, ato ditë ishin plot zhurmë, me njerëz dhe makina njësoj sikur në Gjermani. Asnjëherë nuk kisha kohë të shihja malet apo të shijoja natyrën e vërtet të vendlindjes sime. Këtë vit, me që mbusha 30 vjeçe, vendosa t'i bëj gjërat ndryshe. Erdha me pushime në Shqipëri, krejtësisht e vetme. Kisha planifikuar të qëndroja 10 ditë gjithsej. 3 ditët e para i kalova në plazh, thjesht për t'u shplodhur pak nga rruga dhe pastaj u nisa drejt veriut. Kisha gjetur në internet një shtëpisë të vogël druri në mal që jepej me qira dhe e rezervova për 5 ditët e mbetura. Doja të rija mes bjeshkeve, larg çdo lloj qytetërimi. Udhëtimi për atje nuk ishte i shkurtër, por kur arrita, pamja ishte e jashtëzakonshme. Shtëpiza ishte e thjeshtë, me mure druri, me pak gur dhe kishte një verandë të vogël. E atë natë fjeta shumë herët nga lodhja e rrugës. Të nesërmen në mëngjes ndodhi diçka e veçantë. Gjumin nuk ma prishi zilja e telefonit, siç ndodhte përdit në Gjermani, por një zile tjetër. Ishte kumona e bagetive. U zgjova e qetë, unë ngrita nga krevati dhe dola me njëherë në dritare. Përballë shtëpizës, pash tufa të mëdha me dhi dhe dele, që po kollotnin në barin e njom. Pas tyre este një çoban, diku rreth të 40-ave. Ishte i veshur me rrobat e vjetra e të grisura në disa vende, por mbante një qëndrim shumë burëror. Ai hapi i tij i sigurt dhe pamja atij e ashpër në mes të atij mali, i cili ishte dhe mjaft i djersitur, kishin diçka që më tërhiqnin me njëherë, pasi mua me pëlqen shumë këto lloj tipash. Pa u menduar as 2 herë, vesha një triko të lehtë dhe dola shpejt nga shtëpiza për të takuar. Doja të përfitoja nga rasti që e pash që ta pyesja për zonën, të më tregonte se ku kishte vendet e bukura apo ndonjë shteg ku mund të ecja gjatë këtyre 5 diteve që do isha aty. Teksa po esja drejt tij, edhe ai po este drejt meje. E kur u takuam e përshëndeta, e ajo ndal e filluam të bisedonim. Gjatë atyre fjalëve të para, mua me njëherë më kapen emocionet. Nga këtu nuk di si të tregoj me fjalë, më tha ai, duke par malin përballë, por do të vi me ty kur të kem kohë të lirë dhe ti tregoj vetë të gjitha vendet e bukura këtu. Por unë nuk doja të prisja. A pranon të vi unë me ty tani, nga do që të shkosh ti, e pyeta çobanin. Eja, mu përgjigjaj, edhe pse sot e kam dërmend ta mbaj kullotën këtej vërdall, por s'ka lidhje, tha, tufa do të rritë e kullos këtu, ndërsa ne të dy mund të bredhim në përmal.
Kjo ishte fiks ajo çfarë doja. Me prit I thash, sa të futem brenda, të bëj një dush të shpejt dhe do dal me një herë. Nuk ke nevoj për dush, thaj. Do të shkojmë të lahemi te lumi. E unë u mahnita. Nuk e kisha iden që aty pran kishte lum. E ai më shpjegoi shkurt se ishte një vend I thellë si në formë pishine, I rrethuar me gurë të mëdhenj. Pa humbur kohë, u ktheva tek shtëpiza, mora çantën time të vogël me një shishe ujë, përgatita shpejt edhe 2 sanduiç për të ngrënë dhe I futa të gjitha brenda e dola prap tek Lendina. Ai ishte duke me pritur aty, e unë isem të dy. Ecem mes lisave dhe pishave e shkurrëve mjaft të larta për një kohë të gjatë. Rruga ishte shumë e bukur. E gjatë gjithë kohës që bridhnim malin, e vija re që ai më shikonte vazhdimisht. Ishte një shikim I uritur, sikur donte të më hante. Unë isha në me dyshje, ai më pëlqente vërtet shumë, por nuk dija si të veproja. Edhe ai shikim, t'ju them të drejtën, pak sa me friksonte. Nuk isha e sigurt nëse duhet ta jepja veten që në takimin ton të parë. Megjithatë, gjërat thjesht po rridhnin vetvetiu. Pas pak kohësh, dëgjova zhurmën e ujit. Kishim arritur tek lumi dhe pamja ishte tamam ashtu siç më tha ai. Lumi kishte rrjedhën e vet, e ndërsa aty ishte një grope madhe natyrale me ujë të pastër, por shumë të ftohtë. Por ai ishte kaçakmali e nuk e zgjati fare. Hoqi mahicën aty në breg e u hodh me një herë në ujë. E doli në sipërfaqe dhe më tha: "Eja, hidhu edhe ti", më thaj. Edhe unë I lash rrobat e mia mbi një gur, e u hodha pas tij. Uji ishte shumë prerës, ishte shumë I ftohtë. Lumi ishte pak I thellë në atë pjesë dhe kishte një rrjedhë të lehtë që të tërhiqte. E unë po mundohesha të notoja kundër rrymes, e ndërsa çobani erdhi pranë meje. Me kapin nga krahu që të më mbante të sigurt. Bënim not aty të dy, shumë pranë njëri tjetrit, e po kënaqeshim jashtë mase dhe gjatë gjithë kohës mbaheshim tek njëri tjetri për të përballuar rrjedhën e ujit. Në një moment, ashtu siç ishim shumë afër, ajo ofrua pak më shumë dhe më puthi në faqe. Pastaj më pa e më tha: "Me fal, por je shumë e bukur dhe nuk u përmbajta dot. Bëra gabim", thaj. Më erdhi për të qeshur, por doja ta mbaja situatën në kontroll. "Mbaje veten", I thash, "sepse edhe ti je shumë I mirë, por është herët për këto gjëra." Prandaj thashta: "Me fal edhe një herë." E pas pak, dolim që të dy në breg. Ushtrim mbi barin e butë pranë gureve për të shijuar pak rrezet e diellit dhe për t'u tharë. E qëndruam ashtu në qetësi për disa minuta. Mali, dielli dhe ai djali pranë meje ishin një kombinim që po me turbullonin mendjen. Sado që I thash të mbante veten, tani isha unë ajo që nuk po duroja do të bë. E u solla nga krahu im I majt, ju ofrova edhe e putha në buzë. E kur u shkeputa I thash: "Tani jemi një me një." Çobani qeshi: "Ma bëre me bosh tani", thaj. E me pas u lëshua mbi mua dhe me puthi sërish. Këtë herë me puthi sa nuk dinte të shkëputej. E ndërsa unë duke qeshur I fola, dërsa rinim ashtu me fytyrë pranë njëri tjetrit. "Ti qenë këtë tip që do ta lësh patjetër në tënden", I thash. E vazhduam të putheshim prap aty
në breg të lumit. Pasi ndaluam puthjen, unë ngrita në këmbë dhe i thash: "Eja, shkojmë një herë tek shtëpia ime", dhe ja bëra me sy. Ai mori maicën e tij nga guri e unë mora çanten dhe u nisëm të dy për në rrugë. Arritëm tek lëndina ku ishin bagetit. Hapa derën e shtëpisë së drurit dhe u futëm brenda të dy. Mbylla derën. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjeni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjeni subscribe.